Bashkia e Vlorës është duke zhvilluar në territorin e qytetit, por edhe të njësive administrative njësër projektesh të rëndësishme. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, i shoqëruar nga kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, ju bashkuan kështu një inspektimi në rrugët e fshatit Taliban. Vetë Dredha gjatë një postimi në rrjetet sociale thekson se kryetari i Qarkut ju bashkua pa hezitim dëshirës për rikonstruksionin e rrugëve në fshatin Aliban në njësinë administrative të Novoselës. Dredha dhe Moçka inspektuan punimet që tashmë janë në proces, ndërsa shumë shpejt banorët sipas kryebashkiakut do t'i gëzojnë investimit të shumë pritur për vite me radhë. Po ashtu është drejt përfundimit edhe asfaltimi rrugës Donika Kastrioti. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha inspektoi edhe këtë rrugë të jetë të rëndësishme, e cila i shërben një komuniteti të tërë. Është drejt përfundimit asfaltimi rrugës Donika Kastrioti, një ndër disa segmentet ku po punohet paralelisht për të riabilituar disa zona të qytetit, thot ndër të tjera kryebashkiaku Dredha. Me fondet e Bashkisë së Vlorës të buxhetit të këtij viti, po ndërhyet në shumë rrugë të qytetit për të bërë të mundur riparimin dhe asfaltimin e tyre për një infrastrukturë sa më dinjitoze në brendësi të lagjeve, jo vetëm të qytetit, por edhe të njësive administrative.